Muajt e parë të vitit 2025, gjithçka dukej stabile në koalicionin Vlen, por turbulencat politike në partitë shqiptare në pushtet nisën që në pranverë me të nisur bisedimet për kandidaturat në zgjedhjet lokale. Ishte Arben Taravari i cili braktisi koalicionin me pretekst se kërkon lista të posaçme për këshilltar. Në maj, ish kandidati për president i Vlenit jo vetëm që braktisi koalicionin me cilin erdhi në pushtet, por u largua nga qeveria. ASH-ja e Taravarit ende pa i mbushur një vit në këtë qeveri, shkoi në opozit. Sollëm vendim që Aleanca për Shqiptarët të shkon në opozit. Aleanca për Shqiptarët krenarisht tregon se vitin e kaluar sbashku me partitë e Vlenit arritëm që ta sjellim ndryshimin apo rotacionin politik të shqiptarët, po ky ndryshim fatkeqësisht konstatimi ynë është se nuk është ai ndryshim që e premtuam, po vetëm një zaventësi. Kryeministri Mickoski paralajmëroi një javë me ndryshime të mëdha në qeveri. Ai deklaroi se në ditët në vijim, publiku do të njoftohet me ndryshime që do të bëhen në disa dikastere të ekzekutivit. Mickoski tha se 5 muaj para fushatës zgjedhore ka ardhur koha të definohen 2 bloqe në taboret politike në vend. Реалната политика е работа на можното. И аз сум апсолутно свесен за тоа. Оваа недела ќе има многу работи појасни, но едно е јасно, дека на помалку од 5 месеци од почетокот на кампањата за локалните избори се диференцираат 2 блока. Едниот блок е блокот од минатото, блокот на криминал, корупција, срам, плячка, таму тој едниот блок, на кој што за жал Арбен Таравари одлучи да му се приклучи, и другиот блок е блокот на честните граѓани, блокот на Македонија кој што сака да види една богата, успешна земја во која што ќе нема повластени, во која што нема да се играат фудбалчиња во владините кабинети, туку ќе se работи, ќе se isporaqува za gregjanet. Ato ditë po zhvilloheshin bisedime intensive për riformatimin e qeverisë, njoftoi zëvendës kryeministri i parë Izzet Megjiti. Ai tha se po vijojnë bisedimet për ndryshimet në ekzekutiv pas largimit të Taravarit, që opozita që i kanë takuar Vlenit pavarësisht a kanë qenë hise e ASH-s, do të mbeten për Vlenin. Ai u bëri thirrje strukturave të ASH-s të vazhdojnë të mbeten pushtet dhe të bashkangjiten partisë Vlen. Unë mendoj që edhe në kaluarën për dhe tash, do të thonë kemi të bëjmë me atë që ASH-ja mbetet e përsaktuar aty ku ishte, si pjesë e Vlenit, si pjesë e ndryshimeve, ka hise, ka kontribut në fitoren e Vlenit, ka kontribut në ndryshimet në rotacionin politik që ka ndodhë. Këtu ka deviju lideri i tyre, të cilin normal që mund ta kuptojnë nëse i ka poqë zotit Ahmeti, po nuk duhet pra dhe gjithë tjerët për shkak kësaj pra të devijojnë nga rruga. Kreu i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, tha se të vetmit pa dëshiruar në Vlen do t'jenë ata që do të bashkëpunojnë me BDI-n e Ali Ahmetit, duke aluduar në strukturat e Taravarit. Ai tha se do të ketë funksionar të ASH-s që do të mbeten në Vlen, pavarësisht pozitat e tyre në pushtet. Do kisha thënë këtë lojë nuk e nisëm ne. Ali Ahmeti nuk u dash të futet në kështu lojra për të tërhekur deputet apo edhe individ të caktuar, sepse mekanizmat për të marrë, do kisha thënë, deputet duke qenë pjesë e qeverisë janë shumë më të mëdha, por nuk ka qenë fokusi jonë aty. Për disa javë mbeten jashtë funksionit disa pozita të larta në pushtetin qendror, por nga koalicioni Vlen, pozitat që mbeten të lira nga strukturat e Taravarit u zëvendësuan me gjysmën e ASH-s mbetur në pushtet, përfaqësues i të cilave u bë zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetai. Aty mund ketë rokada për brenda Vlenit, do ketë ndoshta nevojë të akomodohet ndonjë deputet nga bloku, nga Fronti Evropian. Këto çështje mbeten për të diskutuar, por në vija trasha hisja e Vlenit nuk ndryshon, hisja e aleancës për brenda koalicionit Vlen ngelet ajo që ishte, ndërsa për praktikisht lëvizje brenda strukturave të Aleancës për Shqiptarët keni parë çdo ditëve të fundit, duke filluar nga forumi rinor, nga shumë deg që janë pozicionuar qartë, kuvendar që kanë nënshkruar,
në anën tonë. Krerët e Vlenit thanë se aktualisht kanë 2 deputet më shumë dhe kanë arritur në pozicione më të mira se sa para daljes së Arben Taravarit nga ky partneritet qeverisës. Ata theksuan se tani janë definuar 2 bloqe politike dhe në taborin shqiptar dhe se po përgatiten për zgjedhjet lokale. Taravari është kontradiktor me veten dhe në skenën politike vetëm ka shkatëruar, tha Ziadin Sela. Ai paralajmëron Frontin Evropian që të ketë kujdes nëse Taravari do të pretendojë të bashkohet atij koalicioni në zgjedhjet lokale. Sela tha para gazetarëve që Taravari gjithmonë përpiqet të përfitojë nga të gjithë, duke satirizuar me shembuj si ai pretendon për të garuar në lokalet. Deklaratat të tipit që do bashkëpunoj me të gjithë që të votojnë mua janë jo serioze, sepse kjo e di si i bie. Të dalëm këtu dhe them, unë Ziadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, do dalë dhe do i fitoj zgjedhjet prej Strumicë deri në Strukë deri në Likov. Sepse në Çajir kandidati im i Aleancës do marrë përkrahen e Ali Ahmetit, Izet Mexhitit, ku di unë Arben Taravarit, e gjithë kandidatëve tjerë. Në Gostivar njësoj do fitojmë se do në përkrahe Ali Ahmeti, Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Afrim Gashi, Arben Taravari, ku di unë, në Strumicë dhe nga përkrahet Mickovski, gjithë partit politike. Taravari u bashkangjit partive opozitare të kryesuara nga BDI, në koalicionin e ri nga Fronti Evropian të shndruar në AKI dhe zgjedhjet komunale i kthyen në një matje forcash politike. Në zgjedhjet lokale të 9 tetorit përveç Çajirit, përballje të forta në bllokun politik shqiptar pati edhe për Tetovën, kur i kandidimin e Bilal Kasamit e sfidoi njëri nga nënkryetarët e BDI-s, Bajram Rexhepi. Po ashtu ASH-ja e Taravarit në ombrellën e AKI-s kandidoi edhe për Vrapçishtin, Të Arsën dhe Sarajin. Kandidati i AKI-s për komunën e Çajirit Bujar Osmani në ditën e pavarësisë së shtetit përsolli një mesazh urimi me retrospektiv nga diplomacia ndërkombëtare. Osmani u bëri thirrje qytetarëve që në këtë ditë feste të unifikohen pa dallim etniteti, në mënyrë që të zhvillohet edhe ardhmja e shtetit. Sipas tij, detyra e kësaj gjenerate politikanësh është që të forcohet barazia, drejtësia dhe paqja e fituar përmes marrëveshjes Kurnis të Ohrit dhe përmes antarësimit në NATO. Shteti ynë ka kaluar në prova të rënda, por sa herë që e ardhmja duke je pasigurt, qytetarët bashkë dhe pa dallim etnie, feje apo partie zgjidhnin dinjitetin, demokracinë dhe të ardhmen evropiane. Sot më shumë se kur kemi nevojë për bashkim, kemi nevojë për vendosmëri, kemi nevojë për një drejtim të qartë, edhe ai drejtim është Evropa dhe integrimi evropian. Kjo është hapi i fundit që duhet ta bëjmë, hapi që të na garantojë një shtet sigurt, të zhvilluar dhe prosperues. Sikurse nga radhët e AKI-s, ashtu edhe në Vlen nuk pati asnjë kandidate femër për kryetare komune. Sipas ligjit, në listat për këshilltar komunal dhe në listat për deputet, çdo i treti kandidat duhet të jetë i gjinisë femërore, ndërsa në ekzekutiv dhe në kandidaturat për kryetar komunash nuk ka rregullim ligjor. Tash në këto zgjedhje është kështu, po ju e dini se BDI ka qenë pishtare e mundësive të barabarta duke patur edhe kryetar komune, urbane, grua, edhe bartës të listave për këshilltar, por në këto zgjedhje kjo është gjendja fatkeqësisht, megjithëse edhe tani ka shembuj pozitiv, siç është lista e këshilltarëve në qytetin e Kumanovës nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Më 28 shtator nisi fushata 20 ditore për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 19 tetor. Partitë politike dhe koalicionet kishin filluar aktivitetet e tyre zyrtare zgjedhore. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në konventën promovuese të AKI-s tha se kundërshtarët tanë nuk respektuan legjitimitetin e fituar të shqiptarëve, madje duke cënuar marrëveshjen paqësore të Ohrit, duke vënë në abrogim ligjin e gjuhës shqipe, duke hequr balancuesin. Kristian Mickovski me Zagar dilet dhe gjueti për Lepuj, por jo për Shqiponja, se Shqiponja nuk zihen as me Zagar, as me Lakej e Kasnec, të cilat ti po i stërvit për të na denigru neve. Po të përsëris edhe njëherë, Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi, Zagarët
ruaj për lepuj. Një ditë pas konventës së AKI-s në hapjen e fushatës parazgjedhore, sekretari i përgjithshëm i BDI-s Faton Ahmeti tha se lideri i tyre i quajti qenë zagar ata që janë përkulur në shërbim të Partisë Maqedonase në pushtet dhe jo të gjithë shqiptarët. Ahmeti tha se me Shqiponja ju janë referuar shqiptarëve, duke folur në mënyrë figurative që shqiponjat nuk kapen me qenë zagar. A i bërë edhe paralelen se kur kanë qenë bashkë qeverisje me VMRO DPMN ishin me legjitimitet nga votat e popullit. Mendoj që e keni keq kuptuar qëndrimin e zotit Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti shqiptarëve ju referua si Shqiponja dhe ato fjalë nuk kanë qenë të dedikuara për shqiptarët. A kanë qenë për anëtarët e Vlenit? Ato fjalë kanë qenë të dedikuara për të gjithë vazalët të cilët i shërbejnë politikës VMRO DPMN-s. Të bashkëqeverisësh duke pasur mandatin dhe duke pasur verdiktin e popullit shqiptar dhe të jesh i përzgjedhur i VMRO DPMN-s si vazal nuk është gjë e njëjtë. Ne kur kemi qenë në bashkëqeverisje me VMRO DPMN, kemi përfaqësuar popullin shqiptar dhe ai verdikt ka buruar nga vetë votuesi shqiptar. Përderisa partitë politike, kandidatët e pavarur po shfrytëzonin orët e fundit të fushatës parazgjedhore, nga ana tjetër Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shpërndante materiale zgjedhore në të gjitha 80 komisionet komunale zgjedhore dhe në qytetin e Shkupit. Një total prej 4.613.438 flet votimesh u shtypën për zgjedhjet e kryetarëve të komunave dhe të këshilltarëve. Flet votimi më i gjatë është 50 cm dhe të gjitha janë prodhuar me standarde të larta sigurie dhe elemente mbrojtës, me qëllim sigurimin e fshehtësisë së votës. Lista e vetme e votuesve përfshin 1.832.415 votues, të cilët do të votojnë në 3.480 qendra votimi. Nga këto 6 nuk do të jenë të hapura, pasi nuk ka banor me të drejtë vote në ato komuna. Доверливият изборен материал се състои во сите испечатени изводи на избирачките списоци, испечатени изводи на оригиналните образци, односно записници за секој избирачко место и секоја општинска изборна комисија, како и сите гласачки ливчиња. Точно 254.262 испечатени страници на избирачките списоци и посебните изводи на избирачките списоци, 8.692 образци, тоа се записници, оригинални записници за како доверлив изборен материјал за утврдување на изборните резултати и 8.330 примероци на Браево. Procesi i votimit më 9 tetor shkoi mirë. Dalja ishte pak mbi pragun ligjor, ndërsa rezultatet dolën që VMRO DPMN triumfoi me 55 vende për kryetar komunash në zgjedhjet lokale, por në Shkup Orce Gjorgjevski u bë kryetari i kryeqytetit me mbështetje më tullët në 2 dekadat e fundit. Koalicioni Vlen, partneri qeveritar i Mickoskit, e tejkaloi BDI në këto zgjedhje me 9 vende për kryetar, krahasuar me 5 të koalicionit AKI të udhëhequr nga Ali Ahmeti. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale u rumbullakos me 21 vende për kryetar komunash për VMRO DPMN dhe qytetin e Shkupit. Koalicionin Vlen me 4, Partia LSDM me vetëm 3 vende, Unioni i Romëve me 1 vend dhe Partia Znam me 1 kryetar komune. Kryeministri Mickoski tha se edhe pas zgjedhjeve lokale koalicioni në pushtet mbetet stabil. Nga bloku shqiptar opozitar kritikuan koalicionin Vlen që ndihmoi VMRO-n të fitojë në disa komuna me shumicë shqiptare, sikurse pas shumë vitesh në Kërçov. Në 4 komuna ku nuk u arrit censusi, zgjedhja do të përsëriten në komunën e Gostivarit, Vrapqishtit, Qendërzhup dhe Mavrov Rostush. Në Gostivar votuesit do të kenë mundësi të zgjidhin midis Nevzat Betës, kandidati koalicionit Vlen, dhe kandidatit pavarur Valbon Limani, mbështetur nga AKI. Në Vrapqisht, gara për postin e kryetarit do të zhvillohet ndërmjet Isen Shabanit, kandidati i AKI-s, dhe të Zulhajrat Demirit, i mbështetur nga Vlen. Në Qendërzhup do të ketë zgjedhje me 1 kandidat të vetëm. Atje Arjan Ibrahimi nga Partia Demokratike e Turqve kandidon për kryetar të komunës, ndërsa në Mavrov dhe Rostush votuesit do të vendosin midis Oner Jakupovski nga VMRO DPMN dhe Anes Ahmeti, kandidat nga LSDM. Procesi zgjedhor përsëritet më 11 janar 2026, pasi sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në raundin e parë të mbajtur më 19 tetor, asnjë nga komunat nuk përmbushi daljen për të paktën 1/3 ose 33.33% të votuesve të regjistruar.
Në fund të vitit, kuvendi votoi për 2 ministra të rinj. Me propozimin e kryeministrit Mickoski, deputeti Bekim Sali hoqi dorë nga mandati i tij nga grupi parlamentar i Vlenit për të kaluar në ekzekutiv si ministër i çështjeve europiane në vend të ministrit Orhan Murtezani, i cili u shkarkua po në të njëjtën seancë kuvendit. Ndërkohë Muhamet Hoxha u emërua ministri i ekologjisë në vend të Izzet Mexhitit, i cili tashmë është kryetari i Çajirit.